Shkelje të shumta në tendera, Erioni Saraj pret duke buzëqeshur akuzat e SPAK, reagon kryebashkiaku i Kolonjës pasi u mor zyrtarisht i pandehur. Kjo mërkur për kryebashkiakun socialist të Kolonjës. Erioni Saraj ka qenë një ditë as pak e zakont ku përpos ditëlindjes së voglushes së tij e dua. U mori pandehur zyrtarisht nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por me sa duket ky lajm i fundit nuk e ka shqetësuar as pak kryebashkiakun, i cili vetëm pak minuta pasi lajmi për marrjen e tij si pandehur mori dhën. Ai ka postuar një foto në rrjetet e tij sociale ku shihet kravajzës së tij që feston 5 vjetorin. Vajza e ditëlindjes, shkruan i saj teksa shihet i buzëqeshur. Kryebashkiaku socialist i Kolonjës, Erioni Saraj, u mori pandehur nga prokuroria e posaçme dhe akuzohet për shkelje të shumta në kryerjen e tenderave dhe ankandeve publike gjatë drejtimit të bashkisë. Setimet ndaj procedurave të prokurimeve publike në Bashkinë e Kolonjës ka nisur disa javë më parë. Erioni Saraj ka qenë për herë të parë në dyert e SPAK në vitin 2023, kur ka deklaruar për mediat pas marrjes pyetje se hetimet kishin lidhje me tenderat. Nuk ka lidhje me krimet zgjedhore, kam qenë i thirrur si person që ka djeni. Ka lidhje me një ngjarje konkrete të para shumë kohëve, ku bashkia nuk ka qenë përfshirë me tender publik të drejt për drejt, por si institucion në djeni. Sa po heton, i takon prokurorisë, unë jam pyetur si person që ka djeni, ka thënë Erioni Saraj në 2023. Për herë të dytë ai u paraqit para organit të akuzës në janar 2025. Erioni Saraj shtohet kryebashkiakëve socialist që shkelja e rregullave në procedurat publike të prokurimeve i kanë çuar në dyert e prokurorisë. Kryebashkiaku i Kolonjës akuzohet për veprat penale, shpërdorim detyre, korrupsion pasiv dhe aktiv, shehje të pasurisë dhe shkelje të parimeve të barazisë së pjesëmarrësve në tendera ose ankande publike. Procedurat e prokurimit të kryer nga Bashkia e Kolonjës janë hetuar nga prokuroria e posaçme dhe nga kontrolli ka rezultuar se shumica e tyre janë të shënuar me flamur të kuq, sepse fituesi ka qenë i paracaktuar dhe punimet nuk janë kryer sipas parashikimeve ligjore. Erioni Saraj drejton Bashkinë e Kolonjës prej vitit 2019, kur socialistët vendosën t'i besonin aktorit humorit, ndërsa në vitin 2023 ai arriti të siguronte një mandat të dytë për Bashkinë e vogël në juglindje të vendit.